Tek ne për shembull tek Miss Shqipëria u bë vite, gati 13-14 vjet që ne kemi konvertuar pjesën e çmimit të fituesave jo në formë lekësh të drejtë për Monetare. drejtë, por kjo formë parash vinte e konvertuar në një bursë studimi 3 vjeçar në një universitet shumë serioz dhe e kthyer pastaj prap mbrapsht. Kjo bursa në universitetin privat përbënte një vlerë prej 9 deri në 12.000 eurosh për një familje. Pra, në vend që t'i japësh 12.000 euro dhe familja ose vajza ti prishi për qeve vet, e shkollon. Edhe 95%, 97% e familjeve që kanë vajzave që kanë sjell tek ne kanë përqafuar si ide dhe ne nuk kemi dhënë një bursë, kemi dhënë 2 sepse vet universiteti, mbas 2-3 viteve të parë kur pa që vajzat ishin realisht dolën studente shumë të mira, filluan të vinin dhe një bursë për Miss Inteligjencën, ku testin inteligjencë se bënin vetë profesorët e universitetit, pra nuk të dilin janë shtoje komplet. Dhe ata i jepnin bursën për femrën më inteligjente të kompeticionit, që shumë prej tyre, tash që po i kujtoj, janë bërë ose pedagogët asociuara në ato universitet ose në